Mirë, bashkohet me mua në program analisti i njohur i zhvillimeve politike, zoti Ergjys Mërtiri. Ergjys, mirëmbrëma, kënaqësi që je me mua në Tirana Live. Kënaqësi edhe për mua. Ergjys, besoj se e ndoqe kronikën që ne sapo transmetuam. Duket kësaj ere fajin e ka Saljani dhe jo Sali Berisha, pasi Berisha ka nisur spastrimet brenda partisë, duke spastruar apo përjashtuar edhe mbështetësit e Saljanit. E ka nisur nga Durrësi pikërisht në vendin ku Saljani zhvilloi foltoren e parë. Pse një reagim i tillë i Berishës, duke treguar shumë mirë që ai po shkel me të dyja këmbët, jo vetëm statusin, por ndoshta edhe precedentet e tij të mëparshëm. Që Berisha bën llogaritë dhe llogaritë dalin që më shumë se sa nevoja për të dukur si demokrat, si njëri përbashkues, intereson nevoja për të mbajtur partinë. Dhe përballë votave që ai humbet nga ajo pjesë elektorati i cili kërkon një PD të hapur, me frymë demokratike, moderne, më të zhvilluar, atij i intereson që të mbajë elektoratin militant rreth vetes që të mos i ikë ai. Domethënë, problemi me Berishën është se Berishës i duhet të qenit lider i opozitës në mënyrë ekskluzive dhe çdo alternativë opozitare tjetër, pra çdo variant tjetër i të bërit opozitën e Ramës, atë shqetëson sepse ka mundësinë t'i marrë të gjithë ndjekësit apo elektoratin. Dhe në këtë rast atij duhet të vrasë çdo i cili bëhet zëri i opozitës tjetër, opozitës që nuk e do Sali Berishën, një opozitë e cila kërkon një opozitarizëm tjetër, një opozitarizëm më modern, opozitarizëm që ka mundësi që t'i krijojë probleme Ramës. Pra në këto kushte, Berishës i duhet që të mbyll çdo mundësi që dikush tjetër t'i bëjë opozitë Ramës, por opozitën ta ketë ai të gjithë të vetën. Ndërkohë, ditën e djeshme, Berisha e ka shpallur Saljanin si të birsuar politik apo tradhtar, duke u munduar ta ekzekutojë politikisht dhe duke e përjashtuar nga kandidimi. Nga ana tjetër, vetë Saljani e ka konsideruar retorikën e Berishës si retorika e një vrasësi. Tani, çfarë po rrezikon Saljani nga Berisha dhe çfarë Saljani i rrezikon Berishës? Kjo ishte goditje retorike me dispalve, domethënë duke qenë se Berisha foli për një vendim, pra ose një marrëveshje në gjykatë, sipas cilës i është ofruar Saljanit, ku ai lejohet të dilte nga burgu në këmbim të premtimit se nuk do vras Fatmir Xhafën, paktën thotë Berisha. Saljani u përgjigj që i vetëm njeri i akuzuar për vrasje është Berisha, i cili ka vërtet një akuzë ose të paktën është në hetim për çështjen e 21 janarit, paktën kështu e kuptova. Pra që do të thotë në fakt kjo është një retorik banale, pra politika e cila zbret në tregime, më thet thash, isha këtu kur më tha ai dhe unë ju përgjigja se dhe domethënë këto janë gjëra të cilat Berisha ka gjithë jetën që bën politikë dhe lëshon akuza të tilla me historira të cilat i di vetëm ai dhe publiku mbetet t'i besojë ose jo. Kjo është politikë banale. Në politikë flitet me fakte, me argumente publike, me gjëra të cilat dihet dhe qëndrimet janë publike. Me këtë lloj politike Berisha tregon që mbetet që një pjesë ta besojë, një pjesë të mos ta besojë. Ata që do i besojnë janë ata të përhershme, ata që i besojnë Berishës gjithçka, çdo gjë që ai thotë, dhe të tjerët të cilët e njohin tashmë Berishën për gënjeshtar nuk do ta besojnë. Pra kjo mbetet një politikë në nivel i cili nuk shkon sepse në thelb askush nuk ka ndonjë fakt për të thënë ja tha apo s'ja tha Saljani këtë. Tani, kur politika pastaj zbret deri në nivele vrasjesh, deri në nivele pra pralla me krime brenda, kjo pastaj bëhet për mendimin tim qesharake dhe pra gjua shumë e rëndë, por situata pastaj bëhet jo serioze, sepse në thelb tu nuk bëhet fjalë tash të mendosh skenar vrasjesh politike kaq lehtësisht, duket komplet jo normale. Megjithatë, akuza penale ndaj Berishës ka patur edhe Gazmend Bardhi, duke e konsideruar vrasës në Gërdec apo babi i Xenit, por megjithatë kam edhe një pyetje. Këto janë akuza publike, pra, domethënë, ajo çfarë ka ndodhur në Gërdec, ne dim çfarë ka ndodhur paktën
atë çfarë publikisht. Jo vetëm publike, janë edhe akuza penale, të paktën edhe ndaj Flamur Logës. Por ne nuk mund të akuzojmë për gjërat që i di vetëm Sali Berisha ose di vetëm unë se kam një informacion sekret. Pra këto janë pastaj politikë që megjithatë, Ergys, kam edhe një pyetje të fundit për ty. Pas ambasadës gjermane, edhe delegacioni i Bashkimit Evropian ka dënuar përdorimin e flamujve zyrtar nga Berisha si ambalazh për të hedhur molotov dhe fishek zjarre. Madje ata i kanë kërkuar opozitës të largohet nga dhuna në shesh dhe të kthehet parlament. Por çfarë mesazhi po japin ndërkombëtarët Berishës dhe pse ky mesazh i erëpasershëm bie gjithmonë në vesh të shurdhër? Mesazhi është i qartë që ata thjesht tregojnë që ne nuk jemi mbështetësit e tu. Domethënë më shumë se sa çështje të dhunës, ky ka qenë qëllimi që kanë pas europianët. Pra europianët nuk është se shqetësohen shumë për faktin që u bë dhunë, domethënë sepse protesta të tilla me molotov ka pasur edhe më herët. Ka pasur edhe kur ishte Basha dhe nuk kam parë reagimet të delegacionit evropian që mos përdorin flamujt tan. Flamujt aty kanë qenë gjithmonë. Sigurisht, ndërkombëtarët kanë dalë dhe kanë denoncuar dhunën dhe kjo është normale, këtë kanë bërë gjithmonë, por kur implikohen flamujt dhe ata kërkojnë që këtë dhunë të mos ta bëni duke pasur flamujt tan, ata më shumë se sa thjesht dënimi i dhunës, kujdesen që t'ju përcjellin njerëzve, publikut dhe Partisë Demokratike që ne nuk jemi me ju dhe nuk kemi mbështetësit tuaj ashtu siç ju po kërkonit ju ashisni njerëzve. Pra është një lloj distancimi i BE-s nga Sali Berisha dhe aksioni i tij politik, sepse kjo protestë, themi, në thelb nuk është më as protestë e Partisë Demokratike, por është protestë e Sali Berishës për të mbijetuar. Pra kjo protestë nuk i është se i adresohet, pra është një betejë midis opozitës dhe pozitës, sepse është e qartë që kjo protestë nuk mund t'i bëjë gjë Ramës, nuk bie Rama me këtë lloj protestash. Atëherë kjo lloj proteste bëhet pikërisht për të rregulluar punët e brendshme Berisha, pra për t'u marrë me Salianin Berisha, për të fokusuar vëmendjen nga problemi i demokracisë së brendshme që mungon në Partinë Demokratike tek lufta e egër që ky po bën me Edi Ramën për të mundur Edi Ramën për të mundur regjimin e tjerë. Pra dhe në këtë mes ndërkombëtarët nuk mund dalin dhe deklarojnë se ne nuk jemi flamujt tanë nuk janë instrumente përdorimi politik për këtë gjë. Dhe që do thotë Berisha është izoluar ndërkombëtarisht ashtu siç është e qartë tjetër sepse është non grata dhe sepse askush nga ambasadorët qoftë BE-s, qoftë vendeve të BE-s, qoftë SBA-s apo të Britanisë Madhe nuk shkon të takojë. Madje nuk e takon as ambasadori i Kosovës. Pra që do thotë Berisha është në një izolim ndërkombëtar dhe vazhdon të jetë në një izolim ndërkombëtar dhe ideja apo pretendimi se do të mund të rrëzosh qeverinë nga izolimi është themi absurde dhe është e pamundur. Ergys Mërtiri, faleminderit, kënaqësi që ishit me mua drejt për drejt në Tiranë. Kënaqësi dhe për mua.